akullore me biskota apo sandwich ice cream, që përgatiten shumë lehtë dhe kanë tepër shije, ideale për këto ditë të ngrohta. Atëherë si fillim krem djathin dhe kremin pana për ëmbëlsira i bën bashkë me sheqer pluhur, i përziej mirë derisa të formohet masë kremoze. Shtojmë dhe reçelin nga lule shtrydhet, mund të përdorni çfarëdo lloj reçeli. Pastaj në një ente rafshët, si fillim e vendosim një qese kuzhine, pastaj shtojmë biskotat i rendisim, shtojmë dhe masën e përgatitur me krem djath, sipër prap biskota, e mbështjellim kështu me qese dhe e kalojmë në ngrirje për të paktën 5 orë apo më mirë gjatë gjithë natës. Përpara se ta shërbeni, e heqni nga ngrirja dikon 10 minuta më herët dhe vazhdoni ta shijani. Ju bëf mirë nëse i provoni.